Prej thuajse 2 vitesh qendra e qytetit të Shkodrës është pajisur me sinjalistikën përkatëse duke rikthyer semaforet pas 2 dekadash mungesë në qytet. Mjafton një vëzhgim i thjeshtë për të kuptuar se pajisja me semafor jo vetëm që ka ndërgjegjësuar kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve mbi qarkullimin rrugor, por ka evituar edhe trafikun në qytet. Pritet që semaforët të shtohen edhe në akset e tjera të qytetit të Shkodrës. Me shtimin e automjeteve dhe dëndësinë në qarkullim, vendosja e tyre mbetet një nevojë emergjente. Megjithatë, ndikim në përmirësimin e qarkullimit rrugor dhe evitimin e trafikut kanë sjellë edhe korsitë e biçikletave, të cilat kanë shtuar numrin e pedaluesve në qytet.